Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Le takojmë përsëri së bashku, ashtu siç do të bëjmë në të njëjtën orë, 20:30. Pra ky është takimi jon. Ne qëndrojmë besnik njëri tjetrit, ju nga ekrani, ne këtu nga studia. Do të përcjellim sot emocionet e asaj çka ka ndodhur gjatë kësaj jave. Një javë e mbushur me evente sportive, që natyrisht ne do të diskutojmë, do të analizojmë e shpeshherë edhe pse duket sikur në një farmase ne pajtohemi ose nuk pajtohemi me rezultatet, përsëri jemi kritik dhe besoj se kjo është detyra jon. Gjithsesi, miq, qëndroni me ne. Pasi do të kemi surprizën në emisionin tonë të sotëm. Të ftuarit do të jenë të shumtë. Biseda në studio besoj se do të jetë e zjarrt, do të ketë përplasje mendimesh. Kështu mendoj. Të paktën këtë kam kuptuar para fillimit të emisionit. Gjithsesi, qëndroni me ne për të mësuar atë çka kemi përgatitur. Sot emisionin po e filloj disi më ndryshe. Zakonisht ne kemi filluar me futbollin sepse është në epicentër të vëmendjes, por ne si media kemi edhe një detyrë tjetër, një detyrë edhe më të madhe për të pasqyruar evente sportive dhe sot unë kam thënë dhe herë të tjera dhe kemi pasur rastin ta diskutojmë, por sot rikthehemi përsëri me një temë mjaft të bukur. Do të thosha që vëmendja e jon do të jetë tek Komiteti Olimpik Special. Kemi folur shpesh për ata fëmijë me aftësi intelektuale ndryshe, që kanë bërë prezantime të jashtëzakonshme dhe kështu ndodhi edhe këtë radhë. Në kampionatin dimëror të fëmijëve ose të sportistëve më mirë, pasi janë mosha 18 deri 24 vjeç, në ekipi jon kombëtar është përfaqësuar me 7 sportistë, të cilët kanë fituar medale të arta. Kanë erdhur me 3 medale të arta, 3 medale të bronzta dhe 4 medale të argjenta, pra të vendit të tretë. Ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Regjia për ta ilustruar mund të më ndihmoj edhe me fotot nga ky aktivitet dhe unë do të diskutoj më gjithësisht pak në këtë pjesë të parë të emisionit. Ja pra, ky është padysh flamuri. Po, ishte një sukses i merituar, bile është ere dytë që na nderojnë këta fëmijë në këta sportistës, po them fëmijë në aktivitete ndërkombëtare. Bravo i qoftë dhe sidomos dhe trajnerëve që janë shumë të përkushtuar për këto lloje sporti me këta fëmijë. Brendon, aktivitet i këtyre fëmijëve me të vetë të le shumë për të menduar, për të folur, për të thënë. Shikoj, fëmijë me aftësi intelektuale ndryshe. Shikojmë, të duke vetja sikur jeni në një kampionat europian dhe i vërtet i tillë ishte kampionati pasi merrnin pjesë 27 shtete. Ishin 170 garues dhe ekipi jon kombëtar meritoi këto pozicione. Shikojmë edhe medalet. Jo, patjetër është për të përgëzuar qoftë arritja, pavarësisht se në këto lloj sporte, sidomos për këto lloj kategorie, natyrisht është shpreha klishe pak sa e rëndësishme është pjesëmarrja, sepse normalisht ata kanë nevojë të socializohen, të marrin pjesë në të tilla aktivitete, pasi për ata është vlerësim edhe për prindrit dhe familjet e tyre për përpjekjet dhe sakrificat që bëjnë, natyrisht edhe për trajnerët dhe mësuesit e tyre, pasi punojnë për një kohë shumë të gjatë me ta për t'i arritur dhe t'i çuar deri në këtë pikë që të jenë kompetitiv dhe të arrijnë të marrin pjesë në këto nivele. Pasi normalisht që ose për një sportist, për të trajnuar një sportist është e vështirë, për të punosh me këta të rinj, se s'po themi fëmijë, është edhe akoma më e vështirë. Janë shumë dashur sport. Ildi, Brendon i tha që e rëndësishme pjesëmarrja, por duket sikur i varmaset ato medaljet kanë ndikimet e veta. Dhe të thuash, vjen fundi dhe thua kampion olimpik. E vërtet, edhe në këndvështrimin tim, për mua ata janë kampion në kuptimin e plot të fjalës, për gjitha të sakrificë, për kushtim që bëjnë për këtë sport të mrekullueshëm dhe besoj se është një mesazh mjaft i qartë edhe për të gjithë të rinj të qoftë me aftësi ndryshe, por edhe të rinjt e tjerë që ti përkushtojnë sa më shumë sportin, sepse realisht atë satisfaksion që ta jep sporti nuk e gjen në asnjë fushë tjetër të jetës. Petri ka një koment. Mua nuk më pëlqen kjo shpreha që të shkojmë domethënë për të marrë pjesë, nuk e di, kjo nuk më pëlqen. Po më pëlqen fakti që ne ku shkojmë në këto aktivitete dhe me sportistë të tamam nuk dalim me kaq shumë medalje. Dhe është shumë për të përgëzuar dhe është një arritje shumë e madhe për këta sportistë. Edhe pse me aftësi ndryshe, pra punojnë dhe janë të saktën në atë që bëjnë dhe e kanë treguar dhe rezultate dhe më bëhet qefi që kanë ardhur me këto medale. Pra punohet dhe në këto situate. Unë nga pamjet që po shikoj dhe nga vetë rezultatet. Të duket se një gardë ndërkombëtare. Jo vetëm një gardë ndërkombëtare, por dua ta heq fare atë fjalën ndryshe. Sinqerisht kanë dhe rezultate që edhe njerëzit normal shqiptar nuk na kanë dhënë të këtilla rezultate. Një bravo e madhe fëmijëve, një bravo e madhe familjeve të tyre dhe një bravo e madhe
drejtuesve, organizatorëve, por edhe një gjë tjetër duhet ndalem, pavarësisht si qysh, këta fëmijë duhet të marrin jo vetëm një shpërblim moral, por edhe një shpërblim material. Nuk e di, ne ekziston ky... Do ta diskutojmë padosh, do ta diskutojmë se më kap e bukur këtë temë, por unë për të futur pak edhe në emocionet, pasi do të prezantoj sot një djalë, është Johan Myrtollari, një sportist nga Korça. Është korçar i cili ka marrë pjesë në lojrat në Torino, në lojrat olimpike dhe ka dalë kampion, ka marrë medalje të artë. Në këto lojrat dimërore, përsëri merr titullin. Regjia mund të më ndihmojnë për të parë më konkretisht se si ka rëshitur ky djalë dhe si ka arritur atë rezultat. Ja pra, këto bandush, të lutem, këto janë pamjet. Ne jemi koshient. Shikoj, çargare. Ne jemi koshient që brezi ton është ushtruar në ski. Por po të shikosh të rinjt sot, mund të them me bindje që ka shumë të rinj që nuk din të hipi në ski, jo të rëshqasin në ski. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Shikoj çargare bandush, kjo është një prej garave, domethënë ka mundur të siguroj pamjen. Kjo është një prej garave sepse janë ka qenë dy gara dhe në të dyja gara duke i mbledhur së bashku ka dalë kampion dhe ka marrë medaljen e artë. Kjo është një mrekulli. Tani, bandush, unë do të qëndroj pak asaj që ju thatë. Kemi një djalë kampion olimpik. Dhe askush, të paktën ne kemi qenë këtu në studio besoj, mos gaboj, ke qenë edhe ti këtu me ne, dhe askush nuk është kujtuar për të djalë. Qoftë për të krijuar një kusht që ky të garoj. Ky do të marrë pjesë edhe në Kili, në lojrat olimpike të 2027-s. Po si mundet të prezantohet ky të vej? Këto janë garat ku Komiteti Olimpik Shqiptar i shpije, special i shpije për të stërvitur dhe për të garuar për të marrë pjesë në olimpiadë. Tani ne, nuk na del pak një detyrë. Të bëj një pyetje? Mos dini shumë kampion olimpik shqiptar ose kampion të lojrave dimërore? Jo, asnjë. Marrë italiane, që s'është dhe kampion. Jo, tani do marr pjesë tani. Mos dini ndonjë shqiptar kampion olimpik? Ndonjë lojë? Atëherë kjo është krenari. Dhe ky duhet ketë të gjitha privilegjet që ka një sportist normal që merr pjesë. Nuk ka të bëj fare me aftësi, ndryshe me aftësi. Ky duhet të marrë të gjitha shpërblimet, të gjitha meritat që i takojnë një sportisti normal. Sikur se marrë një olimpiadë të zakonshme. Po, me të gjitha parametrat. Unë nuk di ndonjë sportist shqiptar të ketë marrë medalje. Jo, vetëm këta në olimpiadën e fundit, këta të huazuarit, që se mund të quajmë të naturalizuarit, po, në mundje dhe në... Jo, marrësh. E di çfarë sporti është skia? Jo, shumë i vështirë, nuk po them që është lehtë. Dhe çfarë kërkon? Dhe çfarë shpenzimesh kërkon? Djema, e di çfarë populariteti... Jo, dhe nuk kemi infrastrukturë në Shqipëri që të bëjnë stërvitje ata, se... E di çfarë populariteti ka patur në vendin tonë skia, për të mos thënë në Korçë. Ndiqnim gjatë muajve të dimrit, kameratet e ndryshme të skive të kërcimet njërën tjetrën, sot fatkeqësisht dhe nuk transmetohen shumë, ose janë nedhur në tjera gjëra, por ka patur shumë ndjekës sporti skive këtu në ne. Kështu që për mua këta djem janë kampion. Nuk e din nëse ligji parashikon, sepse për pjesën e Komitetit Olimpik Special, pasi për olimpiadat botërore dhe për këto sporte të tjera e di që parashikon për këtë nuk e di parashikon. Është zorshme të kalohet. Shohet, nuk është problem. Profesor, dhe këta që janë që i kanë marrë medaljet këtë periudhën e fundit kanë pasur disa, domethënë edhe ata që parashikon ligji kanë vonesa pas historisë. Të paktën me ligj thuhet kush është kampion olimpik, ai do të marrë shpërblimin ose do të marrë trajtimin. Marrësh, nuk e bën ndarjen special ose jo, po që Po pra pikërisht. Dhe tani të mendosh që ky djalë do të marrë pjesë në lojrat olimpike në Kili, ku janë 129 vende, do të marrë pjesë dhe mund të vi me medalje që janë ne nuk do t'i krijojmë pa kushte për të stërvitur, nuk do t'i krijojmë kushte bazike, një lloj mbështetje minimale për mos kaluar më pas në ato ceremonitë që i kemi parë. Nuk bëhet fjalë për mbështetje minimale, bëhet për fjalë për mbështetje maksimale sepse ai po të përfaqëson. Jo, po jemi në pikën që për momentin nuk ka thuajse fare një lloj përkrah nga organet e larta të sportit, të komitetit që përfaqëson sporti skive dhe besoj se aty dushe vëmendja më e madhe, jo thjesht një dashamirësi e disa njerëzve apo disa organizatorëve. Shiko, buxhetet e federatave të sportit në Shqipëri janë duhet ngritur zëri pasi edhe një herë që ti jemi shumë serioz. Nëse një njeri normal kërkon disa gjëra, ata fëmijë kërkojnë diçka, ata njerëz kërkojnë diçka më tepër. Atëherë pse ta gjykojmë ne këtë gjë që këta jo po është fillimi, jo po është mbarimi. Ata njerëz që po na nderojnë, që po sakrifikojnë familjet, që po sakrifikojnë trajnerët e tyre, që po sakrifikojnë ata vetë, ata kërkojnë mbështetje dhe vëmendje maksimale. Ne nuk kemi krenari më të madhe momentalisht se këta njerëz. Profesor, se kam frikë se mos sa do të arrim të paguajnë edhe udhëtimin deri atje.
Do kjo është shqetësuese. Është shumë e vështirë për të vajtur në kili është e jashtëzakonshme për të marrë familja dhe atje. Gjithsesi në këtë moment e kam në linjë Ervin Bakun. Baku mirë mbrëma. Vetë po kili. Mirë mbrëma. Të përshëndes. Edhe unë juve, edhe gjithë paneli. Baku, e fillova pak ndryshe sot emisionin. Tashit bëre mirë që fillove, po unë gatruat aty fëmijë thate, këto janë 100 të rinj nga gjithë Europa. Po. Që mblidhen aty, se duhet ti Mosha 18 deri 24 vjeç. Ti bëre shumë mirë që e fillove me këto, duhet ti hysh pak në thellësi gjërave. Po. Mendimi im, ë? Po pra Baku, po. Mund të më japësh një opinion? Opinioni im është që kjo është një projekt me një bashkëpunim nga disa vende që janë Polonia, Slovakia, Çekia, Shqipëria, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Kosova. Po, dhe është edicioni i 4, është një dhe aty thatë ju që e rëndësishme është që këto mblidhen, garojnë dhe nuk është fare e rëndësishme çfarë fitojnë, po është e rëndësishme që ata fitojnë një miqësi ndërkombëtare mes tyre, ndërtojnë ura miqësie mes tyre, bashkëpunimi, e kupton? Kjo është më e rëndësishmja. Sepse këta ti e di me sa jetojnë këto në Shqipëri? Me kemp. Po. E di ti me sa jetojnë këto? Po Baku, ke drejt. Po kjo është turp i madh për këtë shtet, e kupton? Turp shumë i madh. Se i dhan tani për vit të ri i dhan një shpërblim 150.000 lek shtresës këtyre që i quajnë me aftësi ndryshe. Po e dini që ka njerëz që jetojnë me 80.000 lek në muaj, të vjetra. Baku, unë ju besoj pate dhe rëshitje të pak të kampionit, është i djalë Korçar, pra që doli Po pse se ke ftuar në studio këtë kampioni Korçar? Eftova Baku, por Gjob, redaksia e programacionit dhe drejtori Sadu Shylli më ka thënë që do të bëj një emision më të zgjeruar dhe special, pra jo me kohë të reduktuar, dhe unë emisionet do kem special me ata. Po mirë, dakord, po me që hape këtu, mendoj që do t'ishte mirë t'ishte dhe ai, me që ken Korç. Natyrisht, patjetër. Ja shiko, ky është momenti Baku, nëse na ndjek nëpërmjet ekranit dhe besoj e pash. Dhe besoj se dhe na ndjek. Ky sportist së bashku me 6 sportistë të tjerë janë nga Tirana, do të marrin pjesë në lojrat olimpike në Kili në vitin 2027. Tani, si mund t'i shpijem kështu këta atje? Po çfarë buxheti ka Komiteti Olimpik Special? Asgjë. Po jo, se di, po ta bëj pyetje s'po ta bëj pyetje, domethënë duhet bërë një dosje, duhet bërë një investigim tamam, e kupton, sepse thash kjo është një iniciativë private, është edicioni i 4 i këtij projekti. Që mbështetet nga privati. Po, dhe bëjnë shumë mirë, pra nuk janë, si thuash, olimpiada botërore të special olimpikut, por duhet bërë shumë për këtë shtres, e kupton, domethënë të falenderoj për opinionin, të lutem të qëndrosh në linjë, mos mu largo, sepse kemi për diskutuar përsëri së bashku, qëndrojmë në linjë, sepse ne tani në këto momente nuk e di, do kishit diçka nga paneli pandush, apo të kalojmë tek mbështesi dhe ne Bakun për ato që tha. Atë që tha Baku. Okej, dakord, edhe unë marr përsipër që këtë djalë ta kemi në studio për të diskutuar më gjerësisht. Ne kalojmë në këto momente tek futbolli. Ildi, çfarë ka ndodhur këtë javë? Për sa i përket dueleve të kategorisë së parë, u luajtën sfidat e vlefshme të javën e njëjtë, u regjistruan këto rezultate: Lushnja Bureli 0-1, Skënderbeu Kastrioti 2-1. Lutem regjia, mund të më japë edhe tabelën në këto momente? Luftëtari 1-0, Kuksi Besa 1-0, Pogradeci Korabi 3-1 dhe Iliria Apolonia 2-0. Ndërkohë që kalojmë tek tabela e renditjes. Për sa i përket renditjes, kryeson Skënderbeu me 27 pikë, i ndjekur nga Laçi me 42 pikë, 39 Pogradeci, 29 Bureli, 27 Kastrioti i vendit 5, 25 Iliria, 24 Besa e vendit 7, 23 Pogradeci, 23 Apolonia, 20 Lushnja dhe mbyllin tabelën Luftëtari me 15 pikë dhe Kuksi 12. Regjia, të lutem mbama tabelën, mos ma iq për një moment. Padosh, çfarë të bën përshtypje në këtë tabelë? Mua më bën përshtypje në këtë tabelë ajo që kemi thënë dhe nga viti i kaluar ose nga që kampionati për kreun ose për kalimin në superiore është mbërthyer në 3 ekipe. Është mbërthyer në 3 ekipe. Shikoj
të Skënderbeun të shkëputur që ruan këtë avantazh sidomos me këto 2 fitoret e fundit dhe besoj që kështu do jetë renditja finale do jetë një luftë shumë e ashpër midis Pogradecit dhe Laçit, por me Skënderbeun besoj me këto 2 fitore është mbyllur. Petrike? Shiko, unë besoj te pjesa e Mercatos, tek pjesa e sulmit, më kanë bindur. Dojmë në Mercato, por... Jo, sepse unë do ta kap nga ajo që ka një bindje që Skënderbeu do ecë për shkak se ka rregulluar një pjesë problematike që e ka patur më përpara nëpërmjet lojtarëve të rinj, sepse unë isha gjithmonë me atë mendimin tim që ne do të kishim probleme, do të hynim në valle bashkë me Laçin e Pogradecin, po me sa duket presidenca vendosi të investojë dhe pjesën e sulmit e ka zgjidhur. Problemi është tani tek mbrojtja dhe a do të arrijmë ne që të zgjidhim të gjitha ndeshjet? Kjo mbetet për të parë në vazhdim. Do ta analizojmë. Ildi, një koment? Në këndvështrimin tim do të jetë një kampionat që do vendoset në javën e fundit dhe besoj se do të jetë viti i uglindjes në kategorinë e parë. Do kemi një festë uglindore, mund ta them. Ku do festojmë përpara? Ku do Brendo? Për mendimin tim kampionati është ndarë në 3 pjesë, jam dakord me profesorin, domethënë treshja e Kreut, ku sidomos vendi i dytë do jetë lufta deri në momentin e fundit, kam përshtypjen janë ndeshja direkte Laçi Pogradeci që në varësi të renditjes si do mbyllet faza e dytë ku do luhet ajo ndeshja, ajo do vendos shumë për vendin e dytë. Kurse pjesa tjetër shikoj një grup nga Burreli e poshtë deri tek vendi 9 janë në lojë. Korabja, Polonia, ndajnë me 3-4 pikë, kështu që atë ajo është e hapur, mund të vesh me një fitore në vend të 9, mund të vesh me fitore në vend të 4. Ndaj Besës. Kuksi pastaj edhe luftëtari po e bëjnë më të bukur kampionatin sepse që në rikthimin nga pushimet dimërore, Kuksi ka bërë një ndeshje shumë të fortë në Laç dhe ka humbur vetëm në minutën 98, edhe luftari i tregoi dhe në kort që mori pikë, fitoi dhe javën e kaluar, pra dhe 2 skuadrat e fundit po tregojnë që nuk po dorëzojnë dhe do tentojnë të ryjnë në garë. Dhe me humbjen e Lushnjës dje, kështu që rihapet dhe gara për mbjetesën, kështu që në kategorinë e parë, domethënë në këto momente nga ajo frika që kishim që po e vret Skënderbeu, po e vret edhe Kuksi me luftëtarin nëse shkëputeshin, kemi në këto momente domethënë një kampionat totalisht në lojë për të gjitha objektivat. Po. Bakut kam në linjë besoj. Regjia, e kam Bakun? Se kam, të lutem edhe një herë, mundohu të marrë rikthesh përsëri Bakun në linjë. Padosh, duket sikur ky fundi që lufton, ai fillimi që lufton e bën më të bukur apo gara edhe me mezin e artë të tabelës nuk kanë siguri dhe duket sikur bëhet edhe ajo nga ana tjetër. Derisa ka filluar lufta dhe nga vendi i fundit, shpresoj që të kemi një vit më të ndryshe në kategorinë e parë, do të japin më shumë bukuri, do të japin më shumë ego, më shumë entuziazëm të gjitha ndeshjeve. Nuk besoj që të ketë ndeshje të lehta, sepse dhe ato ndoshta mund të kenë kryer dhe ato investime për të shpëtuar rënies nga kategoria, mund të kenë kryer investime dhe ato ekipe dhe shpresojnë të kapin ekipet dhe do shikojnë do ketë një vështirësi të madhe për gjithsesi duhet shikojmë rruga është e gjatë. Tash sapo filloi, ndeshje 4 është këtë javë, shpresoj në një luftë fort sportive. Gjatë kohës që po flisit Pandush, që thatë garë e bukur, luftë sportive njëra tjetër, pashë Brendoni, duke se më fal Brendon, pasi kam Bakun përsëri në linjë. Vini, ne diskutuam pak, çfarë të bën përshtypje në këtë javë? Po. Dëgjoj, po. Skënderbeu marshon i sigurt drejt kategorisë superiore, pikërisht aty ku ka vendin, për të thyer i fuqishëm edhe në elitën e futbollit. Po. Shikoj një luftë të ashpër se kam tabelën këtu përpara. Po. Unë e shikoj, urdhë. Po, Baku, mund vazhdosh. E shikoj që do me thënë do jetë një luftë e ashpër për vendin e dytë mes Laçit dhe Pogradecit, ndërkohë për të futur në 6 parat zbrisni deri ke Lushnja, se edhe Lushnja është kandidate për të futur. Është Iliria me 25, Besa me 24, Korabja, Polonia është shumë e fortë. Kështu që unë mendoj që do të kemi një kampionat interesant, por do të shohim dhe strat, kështu që... Kemi filluar ta shikojmë? Patjetër. Ku ka filluar? Po gjithandej nga pak.
Gjithandaj ka pak. Duke se rrezove pa dushit. Ta them unë ku ka filluar. Po. Duke Petrika Baku ka pak shumë me ty. Jo, se ka me Bakun, jo mos. Jo, duke folur në përmet Bakut na gjën tjerë pa. Ka filluar në Pogradec. Me sa duket presidenca e Pogradecit ka gjetur mënyrën e dur për të shkuar në drejt vendit të dytë, pra ka bler shumë lojtarë në Mercato dhe kjo do të jetë kalimi tyre i sigurt drejt kategorisë superiore, sepse po bleve shumë në Mercato me lojtar flas, do të thotë që mund të shkosh në vendin e dytë. Po këtu ka sportivitet. Sportivitet po flasim o. Unë thash që do të jetë një luftë aqpër deri në fund për mes Laçit dhe Pogradecit. Kështu që ndërsa ta kam thënë i dashur Romi, ta kam thënë që në kryet herës që Skënderbeu nuk kapet dot dhe pavarësisht se në Korçë nuk janë të kënaqur me mënyrën edhe unë e pash ndeshjen do doja ta shikoja në Korçë, por kisha impenjime të tjera, e pash u gozhdova përballë televizorit në RTS Sport, ishte një ndeshje e vështirë sepse Kastrioti është një ekip shumë i mirë, por në këto raste, në këtë kampionat për Skënderbeun janë shumë të rëndësishme pikët dhe ka aty cilësinë, ka marrë lojtar shumë të mirë, sidomos ka një sulmues shumë të mirë si Aldi Gjumsi, që e ka marrë nga kryeqyteti, po ka aty Nasrin, ka të Renato Gjinin që po bën çdo ndeshje Eurogola, kështu që diskutonin nga vendi i dytë e poshtë, jo sipër. Baku, ky kampionat natyrisht do të na mbërthetë, do të na mbajë me emocione deri në fund. Kam një pyetje pasi ju e njihni mjaft mirë dhe natyrisht e ndiqni futbollin çdo javë. Për sa i përket nivelit dhe cilësisë, si duket kjo kategori e parë? Është e luftuar, domethënë është jo, e kisha fjalën cilësi loje. Po dëgjoj, kur luajnë kanë cilësi lojën, nuk mund thua që është pa cilësi. Po ka shumë estrade, kupton domethënë. Estrad që kalohet kështu sigur, e kupton domethënë, të gjithë mbyllin dy syt, të gjithë mbyllin veshët edhe po kur bëjnë analizë teknike, taktike, kupton ti aty është që aty kesh dy, njëta mbash dhe njëta çast, e kupton? Pra duke sikur në analizë të gjithë fillojnë dhe shtiren, edhe specialistët në për studio, ha? Po e thot në përgjithësi, nuk. Po. Uroj dhe shpresoj që paneli im këtu të mos e ketë këtë gjë Baku. Natyrisht edhe ti sinjalin e parë. Jetojmë në Shqipëri. Jetojmë. Unë diçka desha të thesha. Që është e pafalshme. Po të dëgjoj. Është e pafalshme. Mirë gabimet i kuptoj, gabimet në përplasje, gabimet në dy luftime, në pasim. Por ti jesh në gjendje të lirë, ta kesh topin në kemp dhe mos pasosh dot 5 metro, të gjë nuk arrit ta kuptoj dot. Ose një numër për të shkuar tek goli, një numër pasimesh jashtëzakonisht i ulët. Nuk e di se si hyn ato gola, ndoshta nga Eurogola që thua. I dashur pandush. Urdhro. Ne këtë smundjet e kemi marrë, e kemi edhe ne të importuar, por ne në ndryshim nga bota, ne dhe nuk dim t'i bëjmë mërbur. Se bota i bën kapsuar mutacion ajo smundje. E drejt. Po ne nuk dim t'i bëjmë. Po. Baku, këtë javë kemi parë gol nga porta në port. Sa do shikosh se pa gjë akoma. S'ka parë gjë akoma? Dakor, këtu do t'jemi deri në fund të sezonit. Madje si sa më shumë do kaloj javët, po puna është që dëgjoj. Nisën pa ardhur pa pranvera. Kam përshtypjen që unë e dëgjova Petrikën. Petrika është djali i mençur domthon, kështu që. Po kam mësuar nga ty Ervin. Kam mësuar nga ty. Dëgjoj, vini, sot para se të hyrim në studio, më ka thënë kam dikur Baku sot në emisionin e tij. E ke një nga Dexit më të flatë. Edhe javën e kaluar ishte një episod shumë qesharak, kunaqa shumë kur e kam dikur. Atë javën e kaluar ishte perlë fare. Nuk e di kishte një Dhimitër Gjika. A ishte zotri buraj. Po. Okej, Baku, falenderoj shumë për të lidhje. Më ka marr malli shumë për Korçën. Afër është Baku, Dëbora Karen. Vetëm kujdes mos bën gurët. Jo, unë se dua Dëborën. Nuk do. Rruga është afër Baku, është e thatë. Më ka marr malli për Korçën, për RTS Korçën dhe për stadiumin Skënderbeu. Besoj se shumë shpejt do t'jesh, apo ja?
Patjetër, ju përqafojnë gjithëve. Faleminderit. Kishim gazetarin e mirënjohur Ervin Baku, i cili na dhan një koment që duket se në një farmase do të shikojmë çuditëra, do të shikojmë bukurira, por uroj dhe shpresoj të shikojmë futboll të vërtet. Një futboll të vërtet kemi parë në ndeshjen ndërmjet Skënderbeut dhe Kastriotit, ne kemi kronikën në këto momente, le ta ndjekim në këto çaste dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar mëgjithsisht çfarë ka ndodhur në atë takim. Regjia mund të më ndihmojë me kronikën në këto momente. Skënderbeu arriti një fitore të rëndësishme ndaj Kastriotit duke u imponuar 2-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 20 të kategorisë së parë. Takimi nisi me korçarët më aktiv që krijuan disa raste, fillimisht me gjumësi në minutën e 2 dhe shaqjes në të 26-ën. Pavarësisht përpjekjeve të vendasve, pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola 0-0. Në fraksionin e 2, Skënderbeu gjeti avantazhin. Në minutën e 51, Gjini realizoi një supergol me rofeshat, duke mpostur portierin kundërshtar dhe duke ndezur festën në stadium. Pas golit Kastrioti reagoi dhe në minutën e 70 ishte shumë pranë barazimit, por Akpama nuk arriti do të realizonte. 2 minuta nga fundi Beshira i shënoi për Skënderbeun. Nasër vjen qendër dhe vjen goli. Ndërsa Xhixho shkurtoi diferencën, por vetëm kaq. Duhet djathta nga distanca. Një super gol. Pasi Skënderbeu fiton dhe kryeson me 47 pikë, ndërsa Kastrioti për momentin ndodhet në vendin e 4 me 27 pikë të koleksionuara. Dhe më të vështirë reagimin portierit Dervishaj. Rikthehemi në studio. Kemi parë gola të bukura, apo e padosh? Golat ishin jashtëzakonisht të bukur. Dhe goli Kastriotit ishte nga Xhixho, futbollisti. Ishte Skënderbeu dhe Korçar për më. Jo, pra, ishte mos e thuat ai Skënderbeut është i uazuar. Po mirë se ka ikun atë deri ku një në Bukuresht, u kthye prapë. Golat ishin të bukur, fitoria ishte e rëndësishme, fitoria gjithmonë është e bukur. Si tha dhe Baku, Skënderbeu do vazhdoj të udhëheq tabelën dhe ecën i sigurt drejt asaj, por ne duke bërë atë jo teknicienin, por ne duke bërë atë vrojtusin e mprehtë që na shijon dhe loja, na shijon dhe futbolli, dim të themi, diskutova pak dhe me Ildin para se të hyjë në emision, e rëndësishme është të paraqitet dhe një çik futboll, të paraqiten disa pasime, të paraqitet një aksion. Pikërisht për te pyeta Bakun nivel cilësi, një koncept lojë. Po ta ndiqni lojën, të gjitha janë topa të gjatë. Gabime në pasime shumë të lehta. Domethënë gjën e lehtë ta bësh të vështirë është e pafalshme në sport sepse dënohesh të ndëshkon kundërshtari. Këtë sëmundje duhet ta heq Skënderbeu. Me blerjet e reja besoj që ekipi është forcuar dhe po e tregon edhe vetë të paktën Gjumshi bëri një prezantim të mirë, ndërkohë që kemi dhe autorin e golit të dytë Ildi, Beshira, ai që shënoi. Pra futbollistët ai i afruar nga merkata. Tjetër një diçka që dua të them është mos finalizimi i aksioneve. Po. Ka shumë raste shpërdorojnë raste. Atëherë kjo sëmundje duhet të mirë, po kjo ka dhënë në pozitive që të shpërdorosh raste do të thotë të prodhosh. Dakord. Kjo tashi sidomos Skënderbeu. Si janë raste kundërsulmesh në përgjithësi, nuk është se janë shumë raste. Dgjoj. Sidomos Skënderbeu qëndron diçka më lart. Jo, pa diskutim, Një pjesë të mirë të rasteve të Skënderbeut ja japin dhe mangësia e kundërshtarit. Të mos jemi dhe tash kështu që ta bëjmë lojën e Skënderbeut. Do thuash ti e bën loja e Skënderbeut, dakord, por shikojmë dhe shumë mangësi në lojën e kundërshtarit në përballjet direkte. Ai goli me rafishat, vërtet ishte jashtëzakonisht i bukur. Por ai futbollist në atë zonë atje, në zonën e 5 metrëshit, ti je i pamarkuar nga mbrojtësit, tregon një dobësi të mbrojtjes kundërshtare. Mos i heq meritat, sepse goli ishte i jashtëzakonshëm, goli ishte shumë i bukur. Por flas për kundërshtarët, Skënderbeu duke qenë një ekip pretendent për të hyrë dhe mbi të gjitha duhet të themi është i futur. Ata që luajnë, ata që trajnojnë, ata që shikojnë, duhet të shikojnë me një sy larg. Me një sy larg, më afatgjat, nuk duhet të kënaqen me këtë fitoren e javës, por duhet të kenë vëmendje, sidomos presidenca. Ku duam të arrijmë atë objektiv? Ne këtu po flasim si analistë, po flasim dhe si sportdashës, që na pëlqen që ekipi të fitojë, ekipi të kalojë sa më lehtë në kategorinë superiore, por dhe këto gjëra duhen thënë sepse vetë se rregullojnë punë. Unë absolutisht nuk hyra në taktik, nuk më takon. Nuk jam specialist i kësaj fushë, thjesht shikoj një gjë të bukur që të letën mos e bësh të vështirë.
Kaq. Atëherë ta analizojmë pak Po, doj taktikisht. pak të detaje tek ekipi i Kastriotit. Ishte një ekip i vendosur shumë mirë. Ka vënë vështirësi Skënderbeun pothuajse gjatë gjithë kohës, dhe kur ne ishim në avantazh, ky ekip ishte unë këtë ekip e shikoj në luftë për tre, domethënë për vendin e tretë ose për vendin e katërt, duhet ditë atje, madje me këtë ekip ndryshe nga ai ekipi që luajtëm ne në fazën e parë, që luajtëm javën e kaluar ishte ky ekip që u mund nga jo, po s'ishin këta. Po s'ishin këta, më ishte gjithë ekipi i dytë i Kastriotit. Çfarë kishte? Nuk e di. Tani e kam afin këtu më. Viroza tani ra. Që të po më çfarë s'ka ande Viroza, çfarë ku di unë tani si që muhabeti ande, po puna është këtu tani. Që këtë ekip që keti, mos i bjerë pre e gjerave të kota, ti me këtë ekip, mos i lërë ndeshjet o zotri, se ti e ke ekipin e mirë, dhe vërtet është ekip shumë i mirë Kastrioti, mos bëj nga këto gjëra që, përse nuk i fut këta lojtarë kundër Pogradecit tani? I rojti për Korçën. E po i rojti se tani kishte një ndeshje Kastrioti në Champions League, Të njëjtin gjë do shikojmë me Korabin javës tjetër. Se i qëllon Skënderbeu që gjithmonë një ndeshje para ekipet i kap Viroza çuditërisht dhe shtrëngohen në ndeshjen pasardhës. Një ekip i vendosur në mënyrë të shkëlqyer në fushën e lojës, ishte një ekip që Pogradecin aty brenda njëra se diskutonte që mund të po të ishin këta lojtarë. Na mundi ne aty në fazën e kaluar, pavarësisht se ndodhen ato skena, madje ishin dhe dim sy pa trembur, domethënë arriti e kundërshtonin atë gjyqtarin në një moment e humbi gjyqtari fare nga kontrolli lojën. Unë do të diskutoj pak Brendon. Një moment acarimi që ka pasur në fushën e lojës kur një futbollisti i Skënderbeut i shtrir atje për dhe Ndreu shkon pranë. Në fakt me Gjumsin kishte patur një edhe para atij momenti, sepse ishte një faull që do merrte karton e vet Gjumsi dhe në pas Ndreu, po para atij episodi, pak besoj 5-10 minuta më herët se ajo, ka qenë një rast ku Gjumsi shkon për të marrë topin për Rivën Jansore dhe Ndreu e pengon se përplasen me bryl rastësisht apo jo rastësisht, pastaj atë le ta thon protagonistët. Dhe që aty reagon, madje shkon në momentin që Gjumsi shkon të bëj rivënien, shkon trajneri Ndreu nga mbrapa dhe tenton ta kapë, tash është çmenduri që një trajner të vetë kap lojtarin në fushë. Kjo e para, pastaj e dyta që episodi i faullit që Gjumsi shkon me karton të verdh dhe Ndreu ndryn dhe godet në kuris. Dhe godet, domethënë bën një gjest antisportiv total. Dhe nuk e di si arbitri 4 nuk i tha. Jo vetëm arbitri 4, edhe kryesori e pa një gjë tjetër. Ajo ishte pasur fare, unë me rolli kemi qenë gjitur fare dhe e pam skenën, domethënë u goditën sportivisht. Dhe pastaj ka dhënë një grusht në kuris lojtari mbrojtësi numri 4 i ekipit Kastriotit. Me një karrierë të madhe është ai. Bravo, ai ka goditur në kuris. Unë pas goditjes, një goditje në kuris që ishte komplet antisportive. Si ish trajner, do më vinte ma more pyetjen, këtë do të thosha, një trajner mund të do më vinte shumë rend, po ta besoja që ai ka bërë të qëllimshme. Dua ta kaloj me një nervat e lojës. Po, dua ta kaloj me një pastaj duket se pati një paqe, domethënë ishte thjesht. Dua ta kaloj me një ka qenë ndoshta nga ato të lojës ose dua ta kaloj me një paqëllim. Sepse në qoftë se arrim në skena të këtilla kur ne dim vetë si është kategori e parë. Brenda me lojtarë të vetë. Kur ti bën jashtë fushë, e imagjinon dot se si transmetohet kjo brenda fushës dhe sidomos po e bëri trajneri i parë. Sepse po ta bëjnë ndonjë nga Stoli, gjithmonë un trajneri dhe i sheshon gjërat. Por e kupton tash se sa e rëndë është në qoftë se kjo. Megjithatë unë dua ta kaloj me një që ka qenë pa qëllisur sepse është shumë e rëndë. Edhe diçka të fundit Romi, ndoshta këtu në ne Korça qytet me kulturë dhe tifozeria me kulturë dhe ne nuk kemi domethënë arbutër që të bëjmë veprime jashtë çdo lloj normale. Dhe këtu tek ne dhe arbitrat gjejnë një kurajo që të bëjnë sikur si shikojnë këto gjëra, sepse ndodhen dy flagrante dhe arbitrin nxori vetëm një karton të verdhë. Unë i pash skenat, i kam përpara syve. Jo, ishte një ndeshje me tension të lartë dhe besoj deshte një lloj menaxhimi. E bënte dot ky arbitër në krujë. E bënte dot ky arbitër në krujë. Se bënte dot fare, ishte shans do ta bëjë. Dgjoj, ne po flasim për ndeshje futbolli. Nuk po flasim për huliganizëm ose ndeshje boksi. Për ndeshje futbolli flasim dhe në krujë. Nuk e bën dot ai arbitër atë veprim që bëri këtu që mos i jap karton të kuq. Qoftë trajneri që ishte komplet për karton të kuq dhe trajneri, po dhe lojtari që godet inerci. E mbyllim këtë temë dhe kalojmë pak Ildi tek ajo çka pam në fushën e lojës për sa i përket mënyrës së lojës së ekipit Skënderbeut. Kishte ndonjë ndryshim edhe pse kishte dy afrime të reja, apo duket me zvendësimet mori ritëm. Pasi ne do ta dëgjojmë edhe Gjokën çfarë ka thënë, por në këtë vështrimin tuaj, një analizë të shpejtë. Besoj se pjesa e parë nuk nisi me atë marshin e dur, por
kjo gjë, pjesa e ndryshimeve që u thamë zënësime, u pasqyrua më së miri në pjesën e dytë dhe duket se futja e lojtarëve, po unë duhet të veçoj këtu Nasër pasi rikthimi i tij ishte blerja më e madhe në këtë merkato. Po një Nasër pas shërbitje rreth 3 javë pa fazë përgatitore. Po këtyre problematike në lojë. Është nga ata lojtarë që dita treq ekipin përpara dhe realisht solli një filozofi tjetër në lojën sulmuese të ekipit Skënderbeut. Pasi dhe goli i shënuar nga Beshiraj kishte një merit absolute nga Nasër dhe besoj se tashmë me këto afrime të gjithë bjem dakord që reparti ofensiv i Skënderbeut është super i dubluar dhe besoj se nuk kam nevojë për reparti mbrojtjes. Ajo çka duhet gelet për tu parë është mbrojtja, por gjithsesi pikpyetjet e vetme janë çfarë do ndodh me të ardhmen e dy futbollistëve, qoftë Lucho Vazquez, por edhe Dumfur, por dhe gjendja e dytë afruarve në merkaton e janarit, qoftë Paloka, por edhe Çela, në qoftë se këta dy lojtarë do të arrijnë të ingranohen siç duhet në skuadër, atëherë mund ta quajmë një Skënderbe më se të denjë për të bërë atë kapërcimin e dur dhe për t'i dhënë bukurinë këtij kampionati. Brendon, si është bukuri dhe kalim, si shtot Ildi, apo ka filluar të piketohet ai Skënderbeu i Superligës për sezonin e ardhshëm? Sigur ma lexove mendime se do të ka shkomë më pjesë në studio do të lexoj edhe unë mendime. Jo, se do ta kapse edhe profesori Eceku pak dhe bëri shumë mirë dhe Ildi që nxori te kjo pjesë. Për mendimin tim, skuadra aktuale limitin e ka kategorinë e parë. Për mendimin tim varet çfarë duam në Superligë, po duam thjesht të mbijetojmë në Superligë, vazhdon skuadra. Po duam të vëmë objektivat Skënderbeun e madh, skuadra aktuale ka nevojë për reformë të madhe në ver dhe ajo që diskutonte profesori, në çfarë kuptimi e kishte atë objektivin që thotë pse s'na ngro loja, sepse ne si specialistë si tifoz në momentin që vendosim objektiv që shko do rikthehemi në Superligë, po do rikthehemi me një Skënderbeu që minimumi do pretendoj 4 vendet e para për të çuar Europën. Do të fillojmë përgatitjen s'po them për kampion direkt, përgatitjet fillojnë që këtë sezon, sepse do kohë, çfarë do lloj lojtari sikur të bësh ti skuadrën më të shkëlqyer në verë. Jo, po e tregon Pokradeci që po bën blerje, po shpenzon. Nuk bëhet skuadra me njëherë. Nuk bëhet skuadra me njëherë, Skënderbeu, jo, po Skënderbeu vetë ka treguar. Skënderbeu i madh kur erdhi në 2010-ën ju deshën 2 vite të mira njëherë të konsolidohej tamam si skuadër. Po kur edhe ekipet superiore, po jo me ekipet e tjera nuk qenë në këto nivele, siç është sot për shembull Elbasani, siç është Egnantia, siç është Dinamo. Po ja s'kishte jo në këto nivele, po që niveli kaq të lartë. Shko, niveli i kampionatit për mendimin tim, pas dënimit ton ka rënë. Në niveli Superligës sot me Superligën e para 10 vite, Superliga e para 10 vite ishte shumë më e fortë se Superliga e sotme. Sado që të jetë Egnantia, Elbasani dhe këto. Superliga ka ulur nivelin, po jam dakord me profesorin. Desha të vazhdonja pak aty ku the në Skënderbeu i madh. Është jashtëzakonisht shpejt për të folur për rikthimin superiore është tjetër dhe Skënderbeu. Ndosh po na bën pesimizëm gjithsesi. Jo, dhe Skënderbeu i madh është tjetër. Nuk mundet ty ish nga kategoria e parë dhe të pretendosh për Skënderbeu të madh. Fillimisht, një ekip ndërtohet mbi disa parime, mbi disa lëvizje. Tani duhet ta marrë Skënderbeun të futur. Do diskutojmë në këtë formë. Po patjetër. Po diskutojmë. Duhet këtë kohë mjaftueshme të ndërtohet, për këtu e kisha. Kohë mjaftueshme është kohë mjaftueshme sepse ekipi që do vejë në superiore, çfarë do të bësh ti nuk mund të pretendosh dot. Duhet një super ekstra buxhet, duhet një forcë jashtëzakonshme që të mbledhësh shumë dhe prap a mund të dalësh dot në suksesi, se jo gjithmonë paraja siguron. Okej, kalojmë pak tek merkato, çfarë po ndodh Ildi? Po për sa i përket. Mund të themi që Skënderbeu ka mbyllur merkaton? Po, për pjesën e Skënderbeut mund ta quajmë të mbyllur, pasi dhe grupi besoj është plotësisht i kompletuar, ndërkohë që së fundmi ka një lëvizje te skuadra e Pogradecit, bëhet fjalë për një sulmues nigerian 22 vjeçar, Prince Luki Ugachuku, vjen nga liga e parë kineze dhe besoj se afrimi prek Nicajt nuk e ka bindur trajnerin Çela, ndaj u pa nevojshme. Do ta diskutojmë pak më vonë. Ka ndonjë informacion nga merkato në ndalje? Po edhe për sa i përket merkatit ka larguar në lojtar, besoj. Jo, Skënderbeu. Jo, nuk është se. Okej. Me përjashtim të asaj që ka kaluar te Devolli dhe është bërë publike, po nga këto lëvizjet big me shitje lojtarësh për momentin nuk është se ka dhe duket se është e mbyllur kjo. E mbyllur. Jam në ardhshme do më japësh të drejtë.
të kundërtën e asaj që thua. Okej. Ne kemi surprizë. I ka lënë në orët e fundit tani. Jo, po e di pse e thot ai këtë, se nuk janë autorizuar. Mercato janë në Shqipëri, po në vendet lindore vazhdon një 2 javë tjera, prandaj flet ai. Po ne mund t'i marrim nga vendet lindore? Jo, po flas Ne për nuk merkato marrim ndale. vetëm për të shitur, ai po thotë do shitet një, po në këto vendet që kanë akoma merkato ndale. Jo, janë disa. Mos na ikin nga këta Po që se s'kan unë ardhur akoma. popullua shumë sulm. Ka shumë sulmos. Okej, po çfarë kanë deklaruar trajnerët pas përfundimit të ndeshjes? Kryeredaktori Jon Llazisaro ka marrë intervistën dhe natyrisht ka përgatitur edhe këtë material. Regjia, të lutem pak trajnerët pas përfundimit të ndeshjes. Absolutisht, po ndeshje shumë e fortë, e luftuar. Kastelli kishte ardhur për të marrë pikët e veta, ne po patjetër na duhet të marrim pikët tona, kështu që të gjitha këto sjellin vështirësi. Ne çdo ndeshje kemi të vështirë, çdo ndeshje kemi luftë, çdo ndeshje kemi me dinjitet për të qenë ai Skënderbej që pretendojnë gjithë. Ai fillim, ato minutat e para, 20 minutat e para i referohem. Duket se Skënderbeu vu pak në vështirësi nga ekipi kundërshtar. Çfarë ndryshoi më pas? Unë mendoj që s'është ishte në vështirësi, thjesht ishte ai 30 minutë i parë që çdo skuadër mundohet të japi maksimumin dhe patjetër që edhe ne duhet të ishim kujdesshëm. Por janë minuta që janë pjesë e lojës futbollit. Ju ka me shumë mungesa janë luajtur këtë javë, por edhe me disa afrime. Keni pasur mundësinë të shikoni më konkretisht edhe sot. I kënaqur nga mënyra se si klubi ka punuar në merkat? Po, jam shumë i kënaq. Bëm disa ndërhyrje, mendoj që kemi marrë disa lojtarë që kanë një CV, kanë një eksperiencë, lojtarë që kanë eksperiencë në Superligën shqiptare, por edhe lojtarë që vinë nga jashtë. Unë mendoj që jemi të kënaqur, tash gradualisht duke prit që ato të fillojnë dhe të komportohen me skuadrën. Këtë vit nuk jemi në nivelin që unë prisja. Edhe ne që me Ilirin edhe sot, jemi pak ne që do mos nga treshja e mesit fushës, sepse ajo është zemra e skuadrës. Nëse ajo treshje shkon mirë, do të thotë që jemi në rregull. Nëse jo, kemi vështirësi në ndërtimin e aksioneve, kemi lëmë hapësirë në fazën e mbrojtjes, kështu që jemi pak ne që do mos nga ato tre në përgjithësi. Por duke pas parasysh që edhe skuadra e Korçës është skuadër e mirë. Jo më kodësh në vend parë, është skuadra që lu futboll, skuadra që ka dhe personalitetin e vetë në fushë, gjë që cilën ne akoma se kemi. Gjithsesi, i uroj suksese Skënderbeut. E pra, këtu është edhe deklarimet e dy trajnerëve, por para se të kaloj tek opinionit të ftuarëve, padosh, të thosha që trajneri juaj i voleybollit, ish trajneri juaj, 82 vjeç. Sot ka ditëlindjen. Besoj se nuk ka gjë më të bukur se Thomas Paun ta urosh ti këtu, edhe në emër ton. Atëherë dhe njëherë nga studioja e Radio Televizionit të Korçës, e uroj profesorin e lavdishëm Thomas Pau, jetë të gjatë, shëndet dhe gjithë të mirat. Të roj sa vite i ka dhënë Zoti, por gjithmonë me shëndet, me shëndet, me shëndet. E përqafoj. E pra, ishte një urim që i bëm Thomas Pau, natyrisht 82 vjet i urojmë edhe qindra të tjerë të ketë. Jemi live dhe detyrimisht në momente të tilla drejt për drejt ne na takon të japim edhe opinione të tilla. Dëgjuam trajnerin, tha në 20-25 minutat e para, tha unë studiova kundërshtarin, tha, pastaj tha nuk e di shpërtheu me taktik. Besoj na bllokoi kundërshtari. Kjo do diplomatike kjo e trajnerit, gjithsesi e vërtet është kjo pjesa që 25-30 minutat e para nuk është puna që ky studioj kundërshtarin, jo. Kundërshtarin ato minuta ta bëri të vështirë ty të dilje, sepse nuk mund të presin trajnerin të studiojë në fushën e lojës duke luajtur. Pra kjo nuk ka as edhe një rrjedhë logjike me lojën, që pastaj më vonë ekipi yri aty ku doja unë. Këto janë deklaratë diplomatike të një trajneri që në rregull e ka përgatitur lojën në mënyrë të tillë, por nuk mund të thotë që studiova kundërshtarin në 25-30 minutat e para, sepse po të kishe bëzuar gol, pastaj do të vështirësoheshin shumë gjëra. Kështu që unë mbetëm te kjo që ishte një deklaratë diplomatike, arriti e bëri dhe deklaratën ashtu si shkoi loja dhe pas lojë pas Partizan pas lufte pastaj siç i thonë ase Ili duket se me njerë pas zvëndësimeve gjithmonë Skënderbeut i ndodh kjo. Delte goli, menaxhon rezultatin, por ajo minutë 60-65 kur kryen dhe zvëndësime, sepse është bërë formulë, kjo 60-65 fillojnë gjithë edhin atë batarin e parë. Po, e vërtet, dhe duke se
protagonistën ngelen gjithmonë të njëjtë. Ata që vinë nga stoli. Qof Gjini, por edhe pasere o Gjata o Tajo. Po duke të ka hyrë dhe Beshira. Duke të gjithë edhe tifozës por dashtit presin që ta shi kush nga këta ose kur do të shënohet goli. Pasi ky Skënderbej na ka mësuar me këtë stil loje, natyrisht kjo tregon një farë respekti për kundërshtarin, pasi siç edhe u pohua në studio, ishte një kundërshtar relativisht i fortë dhe domosdo nuk besoj se ishte nuk i përkiste Skënderbeu që ta niste lojën me atë euforin ndonjëherë që kalon edhe në vetë kënaqësi, por që e rëndësishme është që u zgjidh në mënyrën e dur dhe u arkivuan 3 pikë. Padush kur zgjidhet nga stoli, kjo tregon që kemi stol të fortë? Kur zgjidhet nga stoli kuptohet që është stoli. Po mirë, po këta stolit kur i futim si titullar, s'na bëj gjë. Pastaj vi këta të tjerët. Atëherë futbolli ka disa veçori, sepse nuk është si sportet e tjera, por në futboll lojtarë të caktuar janë për ndeshje të caktuara. Dhe përcaktohet dhe nga kjo, shumë përcaktohet dhe nga kjo që për shembull ky lojtar mund të përshtatet për këtë ndeshje. Ky tjetër ky lojtari për këtë, në varësi të kundërshtarit mbrojtës. Për shembull në rastin e kësaj ishin sulmusët që se kaq thellë kemi hyrë. Këtu desha dilja pak dhe me atë që pyetët Petrikan dhe që e tha dhe trajneri. Unë kam shumë respekt për trajnerin, ndoshta është një nga trajnerët më të mirë në qarkullim, por që të studiosh kundërshtarin në 25 minuta do të thotë që ti ke lëshuar 1/3 në lojës. Mund të theshte pastaj ke të vështirë të pa diskutim në 25 minuta nuk mundet të studiosh kundërshtarin. 25 minuta ka ikur pjesë e parë dhe ke rrezikuar dhe po mund të jesh ndëshkuar ose mund të kesh humbur 2-3 raste të mira për gol. Kjo nuk ka, por mund të theshte që në 10 minuta e para studiova kundërshtarin dhe janë në shumë të pranueshme, por gjithatë janë vështirësitë e fillimit të ndeshjes. Mund të që shprehur dhe në këtë formë. Gjithsesi çdo gjë që thot trajneri janë absolute dhe nuk kam asnjë gjë që ti kundërshtoj, është mendimi i tij, siç unë kam mendimin tim. Ne analizojmë, komentojmë atë. Ne komentojmë ato që mund të thuheshin më bukur ose që i shkojnë më bukur dhe një logjike profesionale që ka tifoz Leku, që ka studioja, që kanë opinionistët. Ky është mendimi tim. Brendan, ajo çka deklaroi Ndreu? Ndreu duke që domethënë ishte pak sa i zgënjur, domethënë e priste, besoj unë kishte në objektiv që do ta merrte një pikë në Korçë. Unë besoj që ata te Kastrioti e besonin shumë domethënë. Deri diku mund të them se duke parë se vajti pjesë e parë dhe Skënderbeun që po shpërdoronte pas golit të Gjinit, pasi ishte momente, madje ka qenë një moment mund të kishte barazuar Kastrioti 30 minutës së 70, nëse mbani mend midis Shaqes dhe portieri Derviçaj ka pasur një moment dhe topi ishte keq kuptimi ka dhe kronika, e kishte në kronikë deri në vit fatale ka qenë njëri për Yuri Gift që e ka larguar në momentet e fundit, pasi mund të barazuar Kastrioti dhe po të barazonte do ishim me frikë deri në minutat shtesa do shnonim apo jo. Okej. Një prej ndeshjeve që unë thash në fillim të emisionit, një ndeshje që natyrisht na çuditi shumë, ishte ajo humbje e Besës ndaj ekipit të Kukësit. Por të na folur gjërësisht për atë çka ka ndodhur, kam në linjë në këto momente gazetari Fatmir Efica. Fatmir Efica, mirëmbrëma, si gjithnjë mik i emisionit tonë. Mirëmbrëma ju dhe desha ta nis me ju pikërisht, jo vetëm me ju si Romeo, po me gjithë gazetarët sportiv të Korçës, që më në fund janë kujtuar për këtë kontribut madhor që ju jepni çdo ditë e më shumë dhe qarku, prefektura ju ka nderuar të gjithëve me çmime, ndoshta i vënuar, por sidoqoftë më mirë vonë se kurrë, sepse këta njerëz meritojnë vërtet jenë vëmendjen e gjithëve. Fatmir, duke që e ndjek shumë situatën, nuk të shpëton gjë, e natyrisht kur bëhet fjalë për kolegë, ti di në atë mënyrën tënde ti japësh edhe këtë urim. Faleminderit Fatmir Efica për atë çka the, sepse unë kam thënë që ne jemi një komunitet i vogël, por një komunitet që natyrisht me zërin tonë bëjmë që të gjithkusht ta mendojë atë ndeshje se si po zhvillohet. Dhe ndofta është një prej punëve më të vështira, gjithsesi besojmë se do të na respektojnë deri në fund. Atëherë Fatmir, kalojmë më konkretisht tek ajo përballje. Na ka çuditur Besa, çfarë ka ndodhur në përballjen me Kukësin? Vërtet ka qenë surpriza e javës, aq sa e deklaron dhe vetë trajneri i sapo emëruar i Kukësit, pikërisht Bledi Kadiu, që deklaron... Edhe unë se besova ato se si fitova. Por jo vetëm çështja nuk shtrohet se Besa la pikët. Çështja shtrohet se ndryshe nga ndeshja më parshme me Skënderbeun, ku zhvilloi më spaku për një 7 vjeta a diçka më tepër minuta
një dominim ndaj Korçarëve, për te i faktit se u mund në luzë 2-3, por ajo që duhet thënë, Besa nuk ka natyrë këtë mënyrë loje të ri prapa, të mbrohet, aq më tepër me kundërshtarin e vendit fundit që kishte bërë paktën deri përballë Besës një kampionat thuajse fantazëm me ndeshje shumë të dobta. Madje Besa unë në një postim në rrjetet sociale kam thënë 3 rezultate madhore që pak kush i arrin, një miqësore 12-1 të Besës ndaj Kukësit, një ndeshje kampionati 7-1 të Besës ndaj Kukësit dhe sezonin e kaluar 5-0 në Kukës, brenda në Kukës. Pse mora përsipër një risk të tillë? Ta kujtojnë të histori për të motivuar këtë brez, po kur ky brez është i gjithi që vjen nga shtetet tjera të Evropës apo të botës, atëherë si mund të motivohen këto kur i kanë mësuar apo si kanë mësuar 20 apo 30 fjalë shqip. Okej, Fatmir, gjatë pjesës së parë në studio ne diskutojmë gjërësisht dhe pak me humor, pak kuptohet edhe me të vërtetë, ne thamë, Estrada ka filluar. Jo, unë nuk e shoh si Estrada të paktën pozicionin e Skënderbeut. Skënderbeu duhet jetë më serioz se kur tani për ta udhëhequr garën. Jo, nuk thamë për Skënderbeun, folëm në përgjithësi për kampionatin. Në kësaj ide ishte edhe Ervi Baku të cilë kisha në linjë. Kampionati për hir të së vërtetës ka 3 skuadra në krye duke përfshirë dhe Pogradecin, sepse Skënderbeu dhe Laçi tashmë janë pretendent shumë të konfirmuar, por edhe Pogradeci, madje me fitore në Lushnjë dhe Burreli, tregoi një tendencë, do të thoja, për të qenë gjithnjë më afër pjesës së kreut. Sigurisht, duke qenë se është edhe një fazë e re e pa filluar, faza e tretë, dhe ku 6 qeja e parë, siç e dim të gjithë, ka një privilegj se luan 6 ndeshje brenda dhe 5 jashtë, po përtej kësaj me një komoditet të pozitave në mbyllje të 2 fazave të para, ky komoditet mendoj se do të jetë përcaktuar dhe për fazën e tretë, sepse një pjesë e skuadrave në pamundësi ndoshta edhe të krizave ekonomike për mos plotësim të kushteve dhe standardeve të garës, lëshojnë më shpejt nga ç'duhet, do të thoja, nga pretendimet e tyre. Ndërsa në këtë garë, sigurisht, mbetet 6 qeja e parë që do reflektojnë një cilësi më të lartë dhe kam përshtypjen se kjo 6 do ta mbaj gjallë dhe do ta mbaj ndezur kampionatin, se përsa i takon skuadrave që do të bien, ata luftën e kanë me njëra tjetrën dhe s'kan mundësi qoftë edhe po them praktike ti përballojnë ekipet e 6 qesh parë. Po, Fatmir, Petrika ka diçka, edhe më vjen mirë kur një gazetar me mjaft përvojë merr një pyetje nga një gazetar i ri, por i talentuar. Po Petrika. Shko, dua të kthejmë pak mbrapa se e kam vënë edhe në disa lidhje të tjera këtë pjesën e motivimit peshës së Fanellës, të Kavajës, pra të Besës, të kërkon ta, si të thash, ta futësh te ky brezi që ka ardhur tani tek ekipi i Kavajës, mos pretendo që ai lojtar ose ata lojtarë që kanë ardhur të motivohen nga historia. Ai ti vetë the, ata nuk din 3 fjalë shqip, tani ata duhet të lexojnë librat tënd që të bëjnë vit. Kështu që duhet të mësohesh me këtë motivimet e reja për lojtarët, se peshë e Fanellës të Kavajës që ka qenë haroje ti sa ai mund të ndjej peshën e Fanellës. Kështu që duhet të ndryshojnë, duhet të kesh këtë mënyrat e reja të motivimit për lojtarët, se kjo pjesë e Fanellës nuk ekziston më. Këtë besoj duhet të kesh koshin. Me këtë ndërhyrje që bët kolegë, Spari ju falenderoj sepse në një farë mënyre, duke patur parasysh çfarë ka ndodhur me emrat e shquar të gazetarisë dhe të komentit Korçar, edhe juve ju shoh të frymzuar te kjo pjesë. Ajo që desha të përsëris është një gjë tjetër që e ka thuajse si çdo shtresë tjetër e popullatës edhe futbolli. Madomendja, ndoshta jemi pak vonë, duhet punësohen dhe psikolog, por me tendencë sportive, për arsye se këta psikolog janë në gjendje më mirë se kushdo tjetër ndoshta të zbërthejnë pikërisht këto detaje që ju përmendët, historinë e madhe të klubeve tona, të Skënderbeut tuaj, të Besës time që pak kohë më parë festoi 100 vjetorin dhe ka qenë një festë që Besnik Dizdari, një nga hyjet e gazetarisë shqiptare, tha që këtë festë do ta kishte zili Parisi apo edhe Londra, duke i shkuar për shtat kontributit të burrave të mëdhej të futbollit Kavajës, jo këtyre të tanishmëve, sepse këta
të tanishmit më duken me një shprehje popullore gjugj ma gjugj. Faleminderit Fatmir Fica dhe të takojmë javën e ardhshme. Urojmë dhe shpresojmë që të gjitha ekipet të marrin më të mirën e mundshme. Faleminderit kolegë. Suksese të gjithë dhe ju. Në fakt është për të ardhur keq, sidomos në veshët tim dhe në veshët e Romit, në veshët e Fatmirit, për atë emër të madh që vërtet e ka të madh Besa e Kavajës, për atë që i ka dhënë futbollit shqiptar dhe për nivelin e lojës që ka treguar gjatë viteve në kampionatin shqiptar. Gjithsesi, këto janë ndryshime shumë të mëdha, janë ndryshime sociale, janë ndryshime shoqërore. Ndodhin me çdo ekip në Absolutisht që ndodhin, por është ekip historik dhe është për të ardhur keq. Historia duket se kërkon të shoqëroj, domethënë të ecësh me është ekip historik dhe është që ka vite që nuk po arrin dot në Super. Është diçka, do t'rregoj diçka të bukur. Gjatë ne luaja përpara vitesh me një shok të lojrat elektronike dhe kishim qejf që domethënë merrnim këto ekipe dhe i merrnim dhe i ngrinim. Dhe gjithmonë ai shoku i më thoshte, "Këtë marrim një ekip në Gjermani që ka patur traditë dhe ta ngrem." Domethënë shikojmë ndonjë që qenë në Bundesliga 2 dhe luanim lojën me një ekip që ka qenë me traditë që e ngrinim lart, domethënë edhe këtu e kapnim motivimin, tek pjesa e motivimit doja të dilja. E di çfarë kam dëgjuar një koment, sepse po të lutem një minutë sa të komunikoj pak me regjin, më bëni lidhjen e radhës regjia. Po vendosh, mund të vazhdosh. Sepse kam dëgjuar në Europa League luan Fenerbahçe Nottingham Forest. Dhe dhe thjesht një ekip historik si Fenerbahçe do ndeshet me një ekip si Nottingham Forest. Nottingham Forest dy herë kampioni i Evropës. Atëherë derisa Regjia ka gati lidhjen me Gjergj Vyshkën, kaloj pak tek Pogradeci. Ildi, një fitore Pogradeci këtë javë, Regjia më lidh me Gjergj Vyshkën. Po, e ndoqa ndeshjen nga stadiumi dhe ishte një fitore lehtë, mund ta themi të Pogradecit, ekipi i Korabit më duk disi relaksuar dhe relaksuar tërë kështu. Nuk e di arsyen, po që Pogradeci gjithsesi arriti të krijonte shumë raste, por shpërdoroi pafund dhe kjo gjë e iritoi në momente të caktuara edhe trajnerin Çela, pasi dilnin lojtarët lishën vetë për vetë dhe nuk arrin të shënon. Ajo çka më bëri përshtypje është episodi përveç se golit të parë të shënuar nga Pogradeci që ishte një gol qesharak për sa i përket ekipit kundërshtar, një mosmarrveshje amatore dhe Greca që shtyn topin, por që në momentin e barazimit pati një lloj entuziazmi nga tifozët e Pogradecit, ka pasur një lloj duar trokitje edhe pse ndeshja shkoi 1-1 dhe pa afronte minuta e 70, tifozët pogradecare kanë duar trokitur golin e barazimit të Korabit, kjo si një shenjë revolte për atë çka po shikonin në fushën e lojës. Pra edhe tifozët shpeshherë nuk i pëlqejnë këto shfaqje jo të denja që her pas here i shikojmë në futbollin shqiptar. Brenda, ke një koment? Këto lloj shfaqjesh në fakt nuk meritojnë koment, po për komentin që mund të themin atë, Pogradeci është një ekip investuar që ne... na kalove Pogradeci, nuk të pyeta, më thuaj sa ka investuar Pogradeci. Po them Ildi... Ka investuar shumë edhe prandaj dalim në këtë shfaqje. Prandaj dalim? Jo, përveç asaj, po të them këtë gjë. Po se ndryj ka shumë Brenda. Është një skuadër që, për mendimin tim, ne thamë edhe në 6 muajin, le themi fazën e parë dhe një pjesë fazës 2 deri në muajin dhjetor, që në ndeshje të caktuara ka pasur dhe padrejtësi nga arbitrat, ka pasur dhe momente të caktuara ku ka pasur dhe mungesë fati, apo pasi ka qenë skuadër që ka merituar më shumë pikë se sa kishte në renditje, ne këtë e kemi thënë. Pastaj është ajo pjesa çik makiaveliste që qëllimi justifikon, domethënë mjetet justifikojnë qëllimin, po qëllimi justifikon mjetin, po ideja është që në futboll pavarësisht se tolerohen edhe këtu në Shqipëri shumë edhe këto gjëra në atë, për mendimin tim Pogradeci nuk ka nevojë, po pra pikërisht kjo. Kam frikë se Pogradeci ka një të keqe. Ka një frikë më shumë se ç'duhet. Ka një të keqe. Ose janë të fiksuar me të pjesë desha të thesha, jo nuk mund ta quhet të keqe, por Pogradeci është i Zotit të mund të gjithë dhe të mundet nga të gjithë. Më kupton, domethënë është një ekip që mund të mund të gjithë dhe mund të mundet nga të gjithë. Domethënë ka një farë oscilacioni që Okej, minutat na ikin dhe natyrisht kemi shumë një minutë dëmtimin e Zguros në pjesën e parë. Urojmë që mos jetë diçka serioze, pasi do ishte një mungesë shumë e madhe për Pogradecin, pati një si lloj
të rej që në minutën e 20 dhe u detyrua të linte fushën i dëmtuar. Një të fundit për Bradecin që të mbyllin. Në ndeshjet jashtë në transfert është në vend me një pikë nga Skënderbeu, domethënë është vendi i dytë. Diferenca është në vend ndeshjet në shtëpi që teorikisht do të ishte pika e fortë e Bogradecit, janë në vend të pesë dhe kanë shumë nga fazat e kaluara. Okej, atëherë por le të ndikim një opinion se ç'mendon Gjergj Vyshka, cilën e kam në linjë. Vyshk, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni në studio veçanërisht profesor kapitanit. Pandoshin nuk e ndan nga gjithë ne. Gjithsesi të pranoj. Nese, më duhet ta kem në studio sepse e kam tifoz të Liverpoolit. Okej, po t'jap një lajm të momentit. Po. Vedat Muriqi sapo ka shituar golin e 15 në La Liga sepse është duke luajtur Mallorca me Sevilla ndeshja e fundit e javës 22. Idhulli i tifozëve të Mallorcës ka mbritur në 15 gola dhe është në vendin e 20 në listën e shënuesve të La Ligës. Lojtari i muajit janar për skuadrën e Mallorcës. Bravo. Bravo thot Pandushi, shkoj intereson. Me penalti. Penalti e ka. Po ka thyer rekordin e Etos. Po dakord, po këto golat me penalti. O Vyshkë, çfarë teme më hape, filloi studia të shpërthej tani. Po tani gola me penalti ai arrit të bëjë edhe 3 gola në një ndeshje me Atletik Bilbao dhe të japi fitoren Mallorcës. Mallorca është në pozitat që është përmbjetesë dhe i duan golat e Muriqit. Muriqi vërtet është lojtar i madh. Muriqi është vërtet sulmues raca. Ka bër jashtëzakonisht mirë profesor me qenë se hapët të temë. La Liga është kampionati që po i përshtatet VSM, ai ka qenë edhe në Turqi edhe në Itali, po La Liga është kampionati që po i jep të gjitha vlerat. Vyshkë, Ildi, gjove çfarë tha Ildi, vetëm Teutu nuk e bindi ta. Po tani nuk e bindi Teutu. Më fal, kush dhe kë bind në Shqipëri një lojtar si Vedat Muriqi? Jo, kemi si trajneri kroat që nuk bindi Dinamon. Trajneri kombëtarës. Okej, Vyshkë, kemi diskutuar gjithësisht për këtë javë të kategorisë së parë, unë e di që ti je drejt për drejt dhe nuk ta përton ta thuash drejt atë që duhet thuash. Ka pak estradë, ka pak teatr, ka tragjedi, pak Radio televizioni shqiptar këtë javë ishte në Korçë të premten, ishte edhe në Lushnjë të dielën. Në qoftë se në Korçë ishte e zakonshme dhe pritesh fitoria Bekasiotit. Surpriza ishte Burrelli me atë super gol të Mëllugjës dhe humbjen e penaltisë së Mikel Cankës në stadiumin Roza Haxhiu. Në pjesën tjetër, ajo që më bë përshtypje, pavarësisht barazimit momental të Korabit, vazhdo fitoria dhe vazhdo suksesi i Pogradecit dhe hap pas hapi me Laçin e vendit dytë, apo siç u kthye Iliria tek fitoret me Apollonin në stadiumin e boshatisur me pas spektator. I kemi edhe këto lloj surprizash që fillimisht i themi një skuadër që dënohet me 15 ndeshje apo deri në fund kampionatit në fusha sjanse dhe pastaj për të tjera arsye apo në thojza e rikthejmë pas spektator në fushën e vet. Ja, ndodhe edhe këto lloj çuditërash. Megjithatë, si parashit ndodhen këto çuditëra i dashur Romi sepse jemi edhe në prag të Asamblesë së Federatës Shqiptare të Futbollit. I vetmi kandidat për president është Armand Duka dhe e kuptojmë se çfarë ndodh në komunitetin e top këmbës shqiptare. Dgjoj, Vyshkë, si s'doli një Duka i vetëm. Po imagjino sikur të ishe ti dhe unë kandidat aty s'bash. Po neve s'na pranon njëri se jemi drejt e drejt. Si parashikon kjo treshe do t'jetë ajo që do të luftoj deri në fund? Unë ta kam thënë javë pas jave. Skënderbeun mos e diskutoni sepse do t'jetë superiore. Unë shoh edhe Laçin, pavarësisht se do t'jetë një garë gjatë Laçi Pogradeci për vendet 2 dhe 3. Nëse krahasoj Pogradecin me njërin prej ekipeve të Superligës që do të ndeshet natyrisht sepse kështu e ka formula. Si shikon? Kë mendon edhe këtë nga Superliga do t'jetë? Tirana është bërë shumë enigmatik kampionati nga biznes superiore. Pse? Sepse tani ka rihyrë në garë dhe Tirana pas fitores që bëri në Rogozhin. Kush do dalë më Vyshkë, se të tërë atje janë atje, kush do dalë? Një minut, tani kemi Bylis me 20 pikë, Tirana me 20 pikë dhe Flamurtari në vendin e fundit. Bylis ka filluar në momentet caktuar të shes lojtarë si që ishte Mustafa dhe Malomo tek Dinamo, ngeli pa portier pas dëmtimit të Gurau dhe largimit të Vashaut,
edhe duket sikur po e shtron rrugën e vet në thojza për të rënë në kategorinë e parë. Jo, sot kanë marrë nga Lituania portierin e kombëtares lituaneze. Letonis. Dakor. Megjithatë, unë shoh që një kandidat tjetër që mund të bjerë në kategori superiore, në kategorinë e parë, më fali, është midis Vorës dhe Flamurtarit dhe Tirana, ndoshta do të luajë prap play-outin siç ishte vitin e kaluar. Në radio, mos gaboj në orën 17 emisioni rubrikë sportive në Radio Tirana dhe atje dëgjova që Tiranën me këto ritme e shikojnë dhe deri te vendi 4. E dëgjova edhe Po mirë me çudiera dhe të paqëndruar në këmbë tokë mund ta shohim edhe kampionët superiorës. Nuk është e çuditshme. Okej. Të falenderoj që është Vishka. Faleminderit shumë për të lidhje do të jemi përsëri së bashku javën e ardhshme. Faleminderit. Kishim Gjergj Vishkën. Ne do të kalojmë shpejt tek kategoria 2 sepse minutat na ikin dhe besoj në studio numër 2 na preti ftuari i radhës, besoj regjia mundet të më lidhë në këto momente me studion numër 2. Po, ka Franco Kaplanin. Franco, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Romi. Të përshëndes Franco, dhe të paktën lajmi më i fundit që është në të mirën tuaj, jeni golshënuesi më i mirë i grupit B në kategorinë e dytë. Një mbrojtës i zhvendosur pak përpara bandush, si Franco është tashmë me 2 gola të shënuar ndaj në këtë ndeshje e kaluar, është dhe golshënuesi më i mirë. Ne diskutuam dhe këtu në studio përpara fillimit të emisionit. Të uroj shumë sukses, jo vetëm si futbollist që je, por dhe si djali miku tim dhe është vetë djali miraj. Franco, kalojmë më konkretisht. Çfarë ka ndodhur këtë javë? Askush nuk e priste që Devolli do të pësonte humbje nga Delvina. Po, përpos të gjithave, tani mund të themi se nuk kam justifikim, por do të them. Të lutem pak regjia zëri në studio, kam pak të vështirë të dëgjoj Franco. Po Franco, mund të vazhdosh. Më dëgjon tani? Po, shumë mirë. Po, vazhdojmë. Përveç interpretimit të lojës apo dhe rasteve të shumtave që kemi shpërdoruar, mund të them se arbitrimi këtë radhë ka qenë shumë tendencios, duke theksuar se na janë dhënë shumë faulle në favor të kundërshtarit, kartoni kuq. Në disa raste të lojës nuk kanë akorduar faulle afër zonës apo dhe penalti në favorin ton, përveç penaltisë së parë. Po ta shikojmë këtë Devoll në këto momente, ne thamë edhe këtu në studio, afrimi më i fundit është Asa, por të mos harrojmë, kemi dhe afrime të tjera në ekip, kemi Pecanin, Beçkën, si ju duket? Jo, me këto afrime mund të them se këta lojtarë mund të luajnë shumë mirë kategorinë e parë, kategorinë superiore, ata vinë nga, mos gaboj, Beçka vinë nga Bureli, Asa nga Skënderbeu dhe Pecani nga Kuksi. Por mendoj se javë pas jave do të konsolidojmë pasi duam dhe ne atë përshtatin tonë që sepse unë sigurisht kam luajtur, por ata janë për herë të parë në kategorinë e dytë që luajnë. Përveç asaj që s'ka luajtur, që ka luajtur më përpara në Devolli, Pecani dhe Beçka nuk e kanë provuar këtë kategori akoma. Duke se nuk jam përshtatur pikërisht me këtë kategori dhe ju thatë edhe atë faktin tjetër të gjykimit. Por, si ndjeni Franco, jeni mos gaboj 7-8 futbollistë të ekipit të Skënderbeu që luani tek Devolli. Po tani edhe në moshat, unë mund të them se i njohim shumë mirë njëri tjetrin, por me kalimin e kohës besoj se edhe me pjesën tjetër të skuadrës do të konsolidojmë dhe do të dalim rezultatet që ne duam dhe ekipi kërkon. Jeni brenda atij objektivit për ta sulmuar atë play-offin? Po, sigurisht që po, pasi nëse shikon dhe renditjen, jemi 4-5 skuadra që jemi afër njëra tjetrës me 1 pikë larg, 2 pikë larg maksimum. Ndeshja e radhës, Franco? Atëherë ndeshja e radhës është ditën e diel në Peqin në një fushë goxha të vështirë mund të them. Është një fushë e cila ekipet e tjera kanë dalë, besoj se Partizani duket se ka humbur, Orikumi ka marrë 1 pikë, është fushë e vështirë. Pra duhet paraqitemi të japin maksimumin tonë atë ndeshje. Duhet se s'bën fitoria. Franco, u bën shumë ndeshje që po luani në këtë kategori. Si ju duket niveli, si ju duket kundërshtarët, duket sigurisht një kampionat më vete i bukur edhe në këtë kategori apo jo? Po kemi biseda edhe me shokët tanë dhe themi që më përpara sepse unë e kam provuar para 5 vitesh, sapo kam dalë nga Terind, mund të them që ka ndryshuar shumë niveli, fushat janë rregulluar çdo gjë, mund të shkosh tani në Delvin, mund të luash futboll, mund të shkosh ku mund të them tjetër në Këlcyr, janë rregulluar infrastruktura të gjitha. Ekipet kanë ndryshuar, gjithashtu edhe pjesëmarrja e ekipeve B, lojtar shumë të mirë se më përpara mund të them. Luajnë lojtar të rinj, me çfarë shikoj unë lojtar të rinj ka shumë në kategorinë e dytë. Franco, duket sikur ju futbollistët e Skënderbeut i jepni një sinjal këtij Skënderbeut të madh që jemi dhe ne këtu? Urdhë dhe njërë se si dëgjova?
Ju ish futbollist e ekipit Skënderbeut, unë nuk ju quaj ish, po ju them futbollist e ekipit Skënderbeut, se të gjithë jeni tuazuar, jeni të dërguar. Duke sigur jemi një sinjal edhe Gjokës dhe këtyre të tjerëve që jemi edhe ne këtu, apo jo? Po sigurisht, edhe ata besoj se na ndjekin, do të thënë interesohen për rezultatet, për stërvitjen, për të gjitha. Janë pjesë, do të thënë, e stërvitjes tonë. Gjithashtu dhe e stafi teknik, i cili është profesor Vasian Ballço dhe Elis Frashri. Pandush. Ti qëndroj pak këti fakti, mua më pëlqen që këta djem janë këtu afër dhe naturisht japin sinjalet që jemi dhe ne këtu. Pa diskutim që mua më bëhet qefi dhe unë kam ngritur shumë herë në këtë bisedë që gjithë këta që prodhon Skënderbeu ku janë. Por desha ta nisja me diçka që këtyre arbitrave ju pas kanë mbetur ora gjithmonë shumë keq në këto ndeshje. Është vërtet për të ardhur keq që të dëgjoj nga një djalë të ri, që të dëgjoj nga një futbollist i talentuar që u veprua nga gjyqtari, veprovi kështu. Jo, dhe është jam i prirur ta besoj. Padush është e vërtetë, Franco është shumë i sinqertë dhe thotë. Jam i prirur të besoj Frankon. Pozitiviteti që the për fushat, pozitiviteti që tha Franco për fushat, në qoftë se fushat janë rregulluar se dikur më përpara nuk mund të luajë dot në ato, nuk mund të hyjë dot në ato fusha. Tani ky arbitrat kanë ngelur në mos të them që kanë vajtur dhe më keq. Arbitrat janë të paaft apo janë kështu si morë nga këta që vinë kështu? Unë them që janë të ndërthurura të dyja. Janë të ndërthurura të dyja. Një paaftësia mund të shpjerë në ligësi. Sepse i ligu i zgjuar dhe ato gjëra që i bën me shumë finesë sa nuk mund të arrin ta marrin vesh, ndërsa të ligj të domethënë këta janë paaftësitë për të luajtur. Domethënë për të aftruar. Paaftësitë për të arbitruar. Unë nuk them që është paaftësi, unë them që është tendencion. Ky gjykim për një futbollist sepse ju jeni atje në fushë, sa ndikon, si ndjeni? Të shpinë në çaste nervozizmi, të bën që të vjen keq për ndeshjen e radhës. Po, unë mund të them se gjykimi është 60% e lojës. Madje ndeshjet e tjera nuk kemi kontestuar pasi kishim rastin e ndeshjes së Orikumit, arbitri ka dhënë penallti që e kemi dhe me video, e keni transmetuar dhe ju. Ekipi është sërhequr, portieri ka kapur penalltin, ka vazhduar loja prapë njëjti arbitrim. Ndeshjet e tjera që kemi fituar përsëri me arbitrim kundra dhe prapë nuk e kemi ngritur zërin, por ka ardhur momenti që tani nuk e di këtë javë, nuk mund t'ja dalim dot në qoftë se përsëri arbitri bën të njëjtin gjë, duhen marr masat. Duhen ngritur zëri. Franco, të faleminderit. Faleminderit. Franco, e diçka të fundit, ke ndonjë objektiv ose ti je golshënuesi më i mirë? Tani objektivi im është që ekipi të shkojë sa më lart, po pse jo edhe golashënuesi kategorisë. Por besoj këtë javë do kthehesh në qendër të mbrojtjes, kështu që do ta kesh diçka të vështirë, ha? Apo do dalësh para? Unë dhe aty tërgjë, ishte qendër mbrojtës. Mos përgatisim ndonjë skem tani këtë javë. Nga qendër mbrojtës, qendërmes fushor tani ece pak bëu qendër sulmues se ke efektivitet. Jo, po Franco ka luajtur të rregull. Po është shumë në rregull, le të shkojë për të mbaj gola. Rasti i portierit të ndeshjes Benfica Real Madridi tregoi që lojtarët në fushë mund të bëjnë të gjithë. Mos them që mbrojtësat edhe portieri kanë më shumë dhëntim për të shënuar golin. Po. Franco, shumë faleminderit. Turoj suksese edhe me suksese do të diskutojmë edhe në lidhjet e tjera. Deklaratat për pjesën e arbitrimit. Po. Se për Tetovën reagon Bashkimi i Arbitrave, ajo shoqata e arbitrave, po për deklaratat si kjo e Frankos për arbitrimin në nivelet e ulta nuk reagojnë, nuk dënjojnë. Po nuk dënjojnë. Po pse? Për mendimin tim duhet reagon, edhe për Tetovën thoshin që shko po e përdor për justifikim për rezultatet e Ignatias. Në këtë rast do thoshin justifikim për rezultatet e Devollit, po nuk besoj se do bie në atë nivel. As do kthejmë përgjigje fare. Po prandaj po them. Po. Ne kalojmë në pjesën tjetër dhe do të kalojmë pikërisht tek lojnat. Regjia më bë gati lidhjen e radhës. Unë po diskutoj pak me Pandushin. Pandush, po qëndrojmë tek volejbolli. Duket sikur tani po hyn në një fazë interesante, janë zhvilluar shumë kupa, duket se problematika dhe ajo çka ka ndodhur me Skënderbeun tek volejbolli femrave la disi jashtë tani, por gara vazhdon në kampionat, një ekip që po rritet. Nuk e di, nga ta fillojmë ju. Ta fillojmë nga meshkujt? Nga ta fillojmë nga meshkujt, nga femrat, unë di të them vetëm pozitivitet për ekipet e Skënderbeut. Shpresoj që të përsëritet, sidomos në meshkujt, përsëritet niveli i vitit kaluar. E tregoj vetëm edhe në kupat që është një ekip. Pandush, më falesh pasi kam Olsia Xhillarin. Një sekond para se të kalojmë te Olsi, ta mbyllim me një ekskluzive të Skënderbeut për emisionin. Sulmuesi Tajo uazohet te Kuksi. Ky është lajmi i fundit që nuk duhet ta humbisnim, duke qenë se jemi live. I kërkojmë edhe falje. Se jemi në mbylljet merkatos, kështu që janë minutat. Më thënë më legje për javën tjetër.
Kam një duke surprizë. qenë se besoj do të Ti e jetë ke në pranë nga fushë, lindja, kjo. bre, kështu që lere tani. Pra Tajo largohet nga Uazohet te Kuksi. Pse s'kishte vende? Po ndoshta ky populariteti që ne Po, e shumë, përmendem po. në repartin dhe do të jetë një armë plus për trajnerin, ka diu. Po. Atëherë kalojmë tek Orsi Axhillari. Orsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma të ftuarve në studio. Të përshëndesin edhe miqtë e mi që kam në studio, pandushi sa po filloj të fliste dhe fjalët e para që tha, nga do që t'janë nista fjalët më të mira për ekipe. Sa po jeni kthyer, sa po është mbyllur takimi? Çfarë ndeshje ishte? Po, kjo ishte ndeshja e Ligës Gjirkastrioti, ndeshja përmbyllëse e grupeve që për fatkeq ne nuk u kualifikuam. Ishte një fitore e mirë, po kjo është një augur i mirë për të ardhmen, pasi edhe në kampionat me Dinamon luajmë përsëri brenda në shtëpi. Kështu që ishte një fitore e mirë kundrejt një ekipi në mendimin tim shumë cilësor. Orsi, tani gjithçka bëhet gati për kampionatin. Po, java e pare kampionatit ka filluar, ne kemi fituar ditën e shtunë me Vllaznin në 3-0 këtu në Korçë dhe tani ndeshja tjetër luhet në Pogradec në derbin e Juglindjes në të shtunë në orën 5. Ku patjetër që shkojmë për të konkuruar, luftuar dhe pse jo për të marrë dhe do një pikë të vlefshme për kampionatin. Pandush, do një pikë të vlefshme të Orsi? Unë shpresoj që të jem në Pogradec ditën e shtunë, i ftuar nga ju. Më dëgjon? Patjetër bilesi e i ftuar që tu thosh dhe me ekipin. Po, pa diskutim. Shiko, Ildi, çfarë do? Ndërmjet një trajneri, një shtrajneri, një specialisti, një shoku, një miku, një kolegu, thoj të gjitha. Shiko, do të thënë rallë mund të ndodhi gjë të tillë. Dhe çfarë do? Madhështia e Orsit, madhështia e Pandush Kapetanit e bën një gjë të tillë. Unë ditë të them vetëm fjalët më pozitive. Nuk mund ta them fjalët pozitive pse është Olsi, se është ajo. Por ditë të them nuk bëjmë çoka. Jo, ditë të them me aq sa kam parë, me aq sa kam biseduar me Olsin, me aq sa kam dëgjuar, ditë të them që një punë kolosale po zhvillon ky trajner me atë ekip dhe në qoftë se ekipin me atë shpërberje, se duhet të themi me plot gojë, me atë shpërberje që pësovi gjatë verës, vërtet që ky është arkitekti kryesor dhe ky është ajo që po e mban nivelin e voleybollit në këtë stat. Dua të them vetëm fjalët më të mira. Ajo pavarësisht se ju thatë që nuk u kualifikuat, për mua nuk ka rëndësi. Fitoria e sotme është një augur i mirë me një rival për Dinamo. Dëgjoj Olsi, ju nuk mund të shpalleni, edhe mund të mos shpalleni kampion. Por për mua juve jeni kampion e momentit. Juve jeni më të mirë të momentit për atë ngritje që keni bërë duke marrë parasysh dhe nivelin e lojtareve. Do me thënë, zhvillimi juaj është më i madhi i të gjitha nga të gjitha ekipet. Ky është mendimi tim dhe për këtë të përgëzoj. Okej, Orsi, për të qëndruar pak tek ajo, çfarë ndodh në këto momente me kundërshtarët, nëse ke një opinion? Kundërshtarët, sidomos këto tre ekipet e vendeve të para, janë forcuar dhe më tepër në merkaton e janarit, ku Pogradeci ka marrë një lojtare tjetër, Tirana ka marrë një lojtare tjetër, Dinamoja që zhvillova një ndeshje sot kishte marrë një lojtare amerikane shumë cilësore, kështu që të tre ekipet që janë mbi Skënderbeun, domethënë Tirana, Dinamoja edhe Pogradeci janë vërtet ekipe cilësore, po ashtu siç tha dhe Pandushi që e falenderoj për fjalët shumë të mira, edhe ekipi i Skënderbeut me lojtarët që ka, që ju e dini që këtë viti kemi me pikatore, po ka bërë një hap cilësor shumë të rëndësishëm. Kështu që unë e kam përmendur në fillim të sezonit, e përmendej tani Skënderbeu do jetë një kockë e fortë për të gjitha ekipet. Nuk e di se çfarë do ndodh, po unë premtoj që ekipi do jetë aty duke luftuar me Pogradecin, me Dinamon, me Tiranën, pse edhe me Partizanin që është i pesti, që është forcuar dhe Partizani me dy lojtarët tuaja. Kështu që unë jam shumë i sigurt që ky ekip është shumë i bukur për të parë në fushë. Pastaj fitoria humbja varet nga faktorë shumë të tjerë që i përmendi dhe Pandushi, kështu që ju ftoj të gjithëve që të vinë ta mbështetim këtë ekip në Pallat Sportit. Atëherë, të shtunë në orën 17
të gjithë në Pogradec për të ndjekur ekipin e Skënderbeut pasi ato vajza kanë nevojë për mbështetje. Orsi, këtë entuziazëm që keni, këtë besim që keni, sepse të paktën me sa thoni jeni ekipi që nuk keni përforcime domethënë në këto momente. Ju i qëndroni faktit dhe besimit në rritjen e këtyre lojtarëve për të qenë edhe më cilësore dhe më garuse? Po patjetër, domethënë puna për këtë bëhet se puna e një trajneri duket në fillim të sezonit dhe në fund të sezonit. Në qoftë se ekipi ka rritje, patjetër që trajneri ka punuar mirë. Në qoftë se ekipi nuk ka rritje, pastaj trajneri duhet të shikojë, kështu që ky ekip në mendimin tim ka një rritje cilësore dhe patjetër që edhe në muajt në vazhdim që janë dhe muajt më të rëndësishëm të kampionatit dhe të Kupës së Shqipërisë, pretendojmë që ta çojmë në një stad tjetër, në një nivel tjetër. Kështu që këtë t'ja lëm fushës, pastaj fusha është treguesi më i mirë. Brendo, kishte diçka? Po, Brendoni. Brendon. Jo, thjesht edhe nga ndeshja e sot me Mirëmbrëma Olsi, se po ndiqnim ndeshjen sot me Dinamon, sidomos edhe ai seti i dytë, domethënë i dytë që fituam, seti i tretë i lojës që fituan me shtesë 27-25, që besoj dhe ai e vendosi fitoren. Ishte 23-19 po, për Dinamon. Ishte një përmbysje spektakolare, po. 27-25. Nuk është e lehtë Brendon të Jo, po për atë prandaj do ta komplimentoj sepse skuadra nuk u dorëzua dhe kur vajti 24-20, pra Dinamo kishte 4 mundësi për ta mbyllur ndeshjen dhe Skënderbeu nuk e lëshoi lojën, pasi normalisht është ajo pjesa që e kemi të cekur dhe me Olsin që vajzat të reja, mungesa e eksperiencës, detajet vendosin shumë edhe në këto lloj sfidash, po dy gjëra të paktën atë syrin tim, nuk jam profesor, i kuptohet, nuk jam as Olsi që ti jam specialist voleybolli. Mos kesh. Po, në syrin tim Olsi ku mund të përmirësohet çik skuadra më shumë në pasimi dhe në bloku, sidomos në atë e vura re që Dinamo na vendoste shumë në vështirësi, sidomos në momente të caktuara dhe pasimi domethënë duhet punohet pak më shumë me numrin 10 që të jetë paksa më mirë, domethënë të jap paksa pasa më cilësore për dy gjuajtësit. Po, domethënë ti nuk je specialist, po ke bërë një analizë të mirë, edhe besoj më fal pak. Po. Okej. Besoj që ke bërë një analizë të mirë të është e sigurt që duhet të përmirësohemi në blok, 4 cipërisht, edhe po është e sigurt që edhe qendrat tona, të dyja qendrat, besoj që mund të bëjnë shumë më mirë se kaq. Unë punoj për ditë me to dhe kam besim që ato mund të bëjnë shumë më tepër se kaq. Domethënë spoti i përmirësimit të tyre është shumë i madh, dhe ajo varet nga ato edhe nga ne si trajner, patjetër, kështu që besoj që mund të bëjmë më mirë në blok, lidhur bashkë edhe me mbrojtjen. Dhe patjetër që loja e qendrës që është shumë e rëndësishme që ekipi të ketë frymë, që të hapen dhe të dyja katrat, kështu që ke bërë një analizë të shkëlqyer. Jo, edhe ne në studio analizojmë Orsi. Gjithsesi, po patjetër. Gjithë ka dhe Petrike, po ky është pa kritizuar, po shpejt kritika se jo, unë jam po ty në kritika më keq se Brendoni, mund të vëmë shumë gabime në dukje, po unë Orsi pres vetëm që ti të sigurosh vendin e 4-të dhe ose top 4-shën dhe që të ne të shikojmë ndeshjet e play-offit. Ajo do të jetë, atëherë do vit do të jap dorë. Unë besoj që top 4-shja nuk bëhet fjalë për top. Orsi na hapet debat të madh, është filloi tani në studio. Nuk bëhet fjalë për top. Shpresojmë ta kap, atëherë unë nuk jap kritika po e kap. Okej. Orsi faleminderit. Ne për momentin jemi në 4-shë, domethënë jemi 6 pikë larg nga ekipi Partizanit. Po nuk është përfundimtare, është ashtu siç e di se kemi. Por pikët i japin avantazhe për Çeliçin. Edhe në fakt unë shpresonja patjetër që në 4-shja që e kam objektiv personal dhe objektiv të klubit edhe objektiv madhor, por realisht me lojtarët që kam dhe me atë shpresoj dhe diçka më shumë. Okej. Orsi, faleminderit. Falenderoj shumë se dhe ti je lodhur pak nga ndeshja, ke emocione, por gjithsesi je gëzuar. Natën mirë. Kalofshi mirë, natën mirë. Kemi arritur tek minutat e fundit të emisionit, natyrisht kam kaluar pak kohë, regjia po më tërheq pak veshën thos shpejt. Ildi, falenderoj. Kënaqësi. Brendon, faleminderit. Petrika, faleminderit. Pondush, faleminderit. Kënaqësi ajo. Faleminderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ata që punuan sot me mua në studio, duke filluar nga kameramanët, teknikët e transmetimit, e natyrisht falënderimi i fundit shkon për të gjithë ju shikues që ndënët me ne, na dëgjuat dhe morët pjesë në këtë emision, natyrisht duke dëgjuar analizat që zhvilluam në këtë. Por unë do të thosha që mos harroni, ne do të jemi përsëri së bashku ditën e anë në orën 20:30 si gjithmonë, nga unë Romeo Zenzifi, natën e mirë dhe mirë pafshim.